Atëherë Jezusi u tha, për një mend po ju them, biri s'mund të bëj asgjë prej vetvetes, përveç çka sheh se bën Ati, çka bën ai. Po atë gjë e bën edhe biri, sepse Ati e do birin dhe i zbulon gjithçka bën ai. Do t'i zbuloj edhe veprat më të mëdha se këto që të mbeteni të habitur. Dhe sikurse Ati i ngjall të vdekurit e i bën të jetojë, ashtu edhe biri e bën të jetojë atë që do. Ati në të vërtet nuk gjykon askënd, pse krejt gjykimin la në dorë birit, që të gjithë ta nderojnë birin sikurse e nderojnë Atin. Kush nuk e nderon birin, nuk e nderon as Atin që e dërgoi. Për një mend po ju them, kush e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më dërgoi, ka jetën e pasosur dhe ai nuk del në gjyq, por tashmë kaloi prej vdekjes në jetë. Për një mend po ju them, po vjen koha, tani është, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit të hyjt, dhe ata që të dëgjojnë do të jetojnë. Dhe sikurse Ati e ka jetën në vetvete, po ashtu i dha zotërisë dhe birit ta kenë jetën në vetvete. Ati i dha edhe pushtetin të gjykojë, sepse është biri i njeriut. E mos u çuditni, po vjen koha kur të gjithë ata që pushojnë në varr do të dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin. Ata që bën mirë do të ngjallen për të jetuar, ata që bëjnë keq do të ngjallen për të dënuar.